Donald Trump Jr., djali i madh i presidentit amerikan Donald Trump, ka mbërritur sot në Beograd në një vizitë surprizë në rajon. Trump Jr., sipas asaj që raportojnë mediat serbe, do të takohet me presidentin Aleksandar Vučić. Ende nuk dihet arsyeja e vizitës së tij në Serbi, por një takim i tillë i jep frym Vučićit të vënë me shpatulla pas muri nga protestat masive. Madje në një postim në rrjetin e tij social Instagram, Vučić u dërgoi një mesazh protestuesve duke thënë se po protestonin kundër vullnetit të Trumpit. Edhe njëherë u bë thirrje të gjithë aktorëve të skenës politike serbe që të mos përdorin dhunën në luftën e tyre. Unë e pranoj se fajin e kam për faktin që hodhën të shtëna topash dhe tymuese ndaj kuvendit kombëtar të Republikës së Serbisë, por i kërkoj që të mos e bëjnë më një gjë të tillë dhe të mos mendojnë për sulme të mëtejshme ndaj institucioneve shtetërore. Pasi ata sulmuan mbrëm kundër vullnetit të Trump dhe RTV-s progresin e mëtejshëm ekonomik, si dhe ndërtimi i marrëdhënieve gjithnjë më të mira me SBA-n, jam i sigurt se edhe ata do ta presin me padurim, shkroi Vučić në profilin zyrtar në Instagram. Erën e fundit që Donald Trump Jr. ndodhej në Beograd, më 24 shtator të vitit kaluar, në fokus ishin çështje biznesi, investimet dhe atraktiviteti i mjedisit të biznesit në rajon. Në takime u diskutua lidhur me atë se cilat janë ngjashmëritë dhe dallimet e investimit në rajonin e Europës Juglindore dhe në SBA. Cilat janë avantazhet e këtij rajoni dhe si të realizohet potenciali i plot në bashkëpunimin e ndërsjellët biznesor. Donald Trump Jr. është nënkryetar ekzekutiv në Trump Organization. Në këtë kompani përfshihen qindra firma dhe partneritete që zotrojnë ose menaxhojnë ndërtesa biznesi, hotele, kulla rezidenciale, klube golfi, të drejtat markës, marrëveshjet licencimit dhe pasuri të tjera në mbar botën. Me shumë mundësi takimi mund të ketë lidhje me projektin Trump Tower që dhëndri i Trump, Jared Kushner, kërkon të ndërtojë në Beograd. Plani përfshin rënimin e selisë së bombarduar të ish ushtrisë jugoslave, e cila deri më tani ishte lënë kryesisht e pazhvilluar si një memorial jo zyrtar për serbët gjatë bombardimeve të NATO-s në Beograd në vitin 99. Në vend të tij do të ngrihet një kompleks apartamentesh dhe zyrash luksoze të stilit Trump Tower. Grenell, i cili shërbeu si ambasador në Gjermani dhe i dërguar në Serbi dhe Kosovë nën Trumpin, propozoi gjithashtu zhvillimin e vendodhjes në vitin 2020, pasi shefi i tij po përgatitej të kandidonte për rizgjedhje. Vlem theksohet se Donald Trump Jr. ka një rol kyç në jetën politike të SBA-ve, ku njihet si një nga këshilltarët më të rëndësishëm të babait të tij, me një ndikim të veçantë gjatë fushatës zgjedhore. Edhe pse së fundmi ka kaluar kohë në Grënland, besohet se ai mund të luajë një rol të rëndësishëm në formësimin e politikave të administratës së re amerikane. Si nënkryetari ekzekutiv i organizatës Trump dhe drejtuesi podcastit Triggered, Trump Jr. është gjithashtu i njohur për sigurimin e nominimit për nën president, senatorin J.D. Vance. Shumë ekspertë besojnë se ai mund të jetë një këshilltar kyç në administratën e re, duke pasur parasysh ndikimin e tij të cilin dikur e kishte edhe Ivanka Trump gjatë mandatit të parë të Trumpit. Ky mund të jetë një lajm jo i mirë për Kosovën, e cila ende nuk ka bërë lëvizje për të lobuar në administratën Trump.